Një turist turk, 23 vjeçar, është vënë në prangat e policisë pasi dyshohet se pas një konflikti për pagesën e parkimit, ka goditur me automjet roje mbujardedja në qytetin e Krujës. Ky i fundit, sipas informacioneve, mësohet se është dëmtuar dhe ndodhet në spital nën kujdesin e mjekëve, fatmirësisht jashtë rrezikut për jetën. Një ditë më parë roja ka tentuar të ndalë një çift turistësh të cilët po largoheshin pa paguar. Ata fillimisht janë konfliktuar me rojën e parkingut privat në afërsi të Kalasë së Krujës. Më tej, sipas uniformave blu, mësohet se roja ka tentuar të bllokojë rrugën dhe më pas është varur në kafanon e autoveturës së turistëve. Kjo nuk i ka ndaluar turistët turq, të cilët e kanë marrë me vete në kafanë rojen për disa dhjetra metra. Më pas roja ka rënë në tokë duke pësuar lëndime. Ndërkohë, vijon puna për dokumentimin dhe zbardhjen e plotë të kësaj ngjarje.